Shtylla e familjes është nana, edhe pse në familje tradicionale gjithmonë mbetet si përgjegjësi e babës për të qenë shtyllë e mirëmbajtjes së familjes apo furnizimit të familjes nga ana financiare dhe ekonomike. Mirë po, nana është shtylla e familjes që mirret me edukimin, që mirret me mirëmbajtjen, që mirret me ndarjen e këtyre gjetë vendin se cilët furnizim që e sjell bashkëshorti. Do të ishte mirë që këto role të jenë të qarta, të kenë kufi, do të ishte mirë që të kenë bashkëpunim mes veti. A është vetëm përgjegjësi e mashkullit, e babës, e burrit të sjellë furnizime dhe të jetë jashtë shtëpisë duke punuar për të mbajtur familjen, dhe përgjegjësi tjetër e ndarë e gruas që të jetë gjithmonë në shtëpi duke pritur dhe duke përcjellë dhe duke mirëmbajtur familjen, duke rritur fëmijët. Nuk e dim përderisa ne në këto sistemin tonë tradicional që kemi pasur gjithmonë më herët, deri në tranzicionin e vonshëm të shoqërisë, ka funksionuar sepse kërkesat kanë qenë më të vogla dhe shoqëritë moderne kanë qenë pak a shumë tradicionale, kurse tash, domethënë shoqëritë krahasimtare kanë qenë pak a shumë të njëjta, kurse tash me ndryshimet e mëdha, tranzicionet e mëdha në familje, normal që kanë ndryshuar dhe rolet. Dhe kanë ndryshuar dhe rolet brenda çiftit po ashtu. Kanë ndryshuar edhe perspektiva se si e shohim na, se çfarë mundësish ka një femër të bëjë, domethënë për të punëve të shtëpisë.